pikërisht në këtë vend, do të torturohej për vdekje Marie Tuci. Në këtë vend, mizeria komuniste nuk do të kursente torturat maq njerëzore për të prej e shkatru lirinë e një personi. Macet e futuna në thes do të shkynin trupin e mjeditores fisnike, vetëm e vetëm, sepse ajo nuk pranoi të nënshtrohej diktaturës, nuk pranoi të nënshtrohej kriminalave komunista. Ajo jetoi e dëshmoi lirinë, rëndësinë jetike të lirisë për jetën njerëzore. Sot, ma shumë se kur, kemi nevojë për njerëz të lirë, për njerëz të cilët përpara lirisë vendosin gjithçka. E lumja Marie Tuci e realizoi këtë mision. Jetoi për lirinë, për kishen, për kombin e për Krishtin.